Partia Demokratike në Vlorë vijon me ritme të larta punën për antarësimet e reja, në kuadër të procesit të riorganizimit të strukturave të saj. Në këtë kuadër, kryetaria e Partisë Demokratike në Vlorë, Nada Meçorapaj, ka zhvilluar një sër takimesh me të rinjtë e qytetit, duke i konsideruar ata si një forcë kyçe për ndryshimin. Gjatë këtyre takimeve, Meçorapaj shprehur se angazhimi të rinjve po rritet çdo ditë, ndërsa theksoi rëndësinë e përfshirjes së tyre aktive në jetën politike. Takime me të rinjt, antarësime të reja dhe një riorganizim i plot në çdo gjimnaz të qytetit. Energjia, idetë dhe angazhimi i tyre janë forca që do të sjellë ndryshimin. Të rinjt janë e tashmja dhe ardhmja e këtij vendi, u shpreh ajo. Sipas saj, një numër i konsiderueshëm nxënësish nga gjimnazet e Vlorës po i bashkohen Partisë Demokratike, duke dhënë kontributin e tyre në këtë forcë politike dhe duke shprehur vullnetin për të qenë pjesë aktive e zhvillimeve në vend. Paralelisht me antarësimet e reja, vijon edhe puna për rinovimin e strukturave në të gjitha rajonet e qytetit. Takimet organizative po zhvillohen rregullisht në selinë e partisë, me qëllim forcimin e organizimit dhe rritjen e efikasitetit në terren. E shoqëruar nga drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun Vlorë, Aurel Bylykbashi, kryetaria Meçorapaj ka vënë theksin te rëndësia e këtij procesi, duke cilësuar atë si themelor për ndërtimin e një strukture më funksionale dhe më pranë qytetarëve. Një takim pune me energji pozitive dhe vullnet të qartë për më shumë angazhim, përkushtim dhe punë në terren. Riorganizimi i strukturës mbetet objektivi ynë kryesor për të ndërtuar një ekip më të fortë dhe më pranë qytetarëve. Së bashku ja dalim, u shpreh Meçorapaj. Procesi i riorganizimit dhe zgjerimit të Partisë Demokratike në Vlorë pritet të vijojë edhe në javët në vijim, me fokus të veçantë tek të rinjt dhe përfshirja e tyre në vendimarrje.